Kur takohesh me bashkëluftarët, çka foni zakonisht? Unë kur takojna me bashkëluftarët, Cila o tema unë që... veç nga ma kisha desht me konë herë kryeministër ose sekretari i shtetit. Jo për diçka, zot në evidente përfitime se zot në diçka. Me pas ko kryetar shtetit ose kryeministër. A di çka kisha bo? E kisha bo sikur hierarkia ushtarake që bëhet. Mas pori, gjemt e luftës. Mas pori, gjemt e dëshmore. Tana të mira të lumet Allah e kisha bo, me shkollim me tana me krejt. Mas tyne luftarve hakikat. Dhe më kërejt mje, që ku del ushtari u qëkës në qytet, kërejt populli, dhe më thonë, i që ati qyteti me morë lakmi që ka qenë ushtar. Që 2000 vjetë luft me Serbije lako. Që kjo ushtria shlientare, që ta ushtarja që dhe ka pakun. E që ta tash, na, mos me malku. Edhe një, po të thamë drejt, dash në to president, dash në to kryeministër, aj që nuk respektoj vlerat e luftës, edhe ushtarët, ushtri shlientare të Kosovës, aj shkurt ku me pasë. A ka pasur momente që s'qeni ngjeri respektuar? Po i ka pas momente në qëre tash na krejt shqiptari, jem krejt gjakon e pasër, nuk e kem. A besoj që ka pas momente ku jam taku me njeri, rastisht kesh në pej, i shkonjoja blanicën në shank të punu një restoran, si hina në lokal, pe me do në sytë në stëp të më këshyrë. Ku herë ty të rridhë, ku ma jep dhërën, tha më falë, tha, ban me ty diçka, tha, Allah hile, tha, a i djali me atë përshko me të lejtë, thash, Allah hile, ja nisi me qoj, tha, lët i shku. Tha që ma pru në zotin, mëse 1000 herë tha këqyri atë në gjizim tonën, e qa për do me hongër me pjetër, a thash sens për dojnë, a thash veç, po më dhime shadin që të këtë djali mirë, adin se ma lëndësh pjetër, po të ka dzej drejtë, se qifti ti, qëtin, 10 lupta më butë, qëtin apet në frend, se djali me zamër shqiptar, gjak shqiptari. Edhe, që ka mjetë pe ti që di, masi që përshëndet, apet ja nisi me koj. E ku mës me luftu për qiftin e qatina? E tash, ki dë, që thëjnë, jave që këja kështë, jave që këja është, unë e që ditë në vëllak, i gjak shqiptarve, që ka boj që këja, u që këja i ka u dëshmër, u që këja i ka u kam të dur, u që këja ka nejtë në bërën shi, i ka mbrojt popullatën, sa ka mujt me tana format, çfarë ushtrije e na kona te pri mirë, këna rezistu, këna qëndru, dhe më që kjo ushtrije shlientare Kosovë që ka luftu, kënë gjendje krejt botën, do më thonë... Të dham në shpirt kur i... Po, krejt botën, do më thonë, për mjë kundërvy Serbis, që kjo ushtrije shlientare. E frymëzoj, do më thonë, me Amerike, me atë shtete, do më thonë, për me përbandu Serbinë, me hjek një herë për që të bunë, do më Serbinë pe Kosovë.